nga Leonard Koja në Window Radio.ai. Mirëmbrëma miq, mirëmbrëma dhe përshëndetje. Mirë se takohemi këtu në emisionin Horizont në puntatën e radhës. Sot është shtunë data 18 prill 2026 dhe jemi në studion qendror këtu në Gjermani nga unë Leonardi dhe në valët e Window Radio. Unë ju përshëndes të gjithëve, ju falenderoj përzemërsisht që jeni pranë valëve të radios tonë. Uroj që të keni kaluar sa më mirë, të ketë qenë kjo mes fundjavë sa më e këndshme dhe sa më pozitive për të gjithë ju kudo që ndodheni në çdo cep të botës. Uroj që të gjithë shqiptarët jenë mirë, të jeni mirë ju, të jeni mirë familjet tuaja dhe të jeni të disponueshëm pranë valëve të Window Radio. Sonde do jetë një emision i veçantë, si emisionet e tjera që jemi mësuar të kemi në Window Radio, pra në Window Radio jemi përpjekur që të ketë hapësirë për çdo kënd, për çdo kënd që ka patur diçka për të folur, për çdo kënd që ka patur një histori për të treguar. Në Window Radio ka zë edhe politika, fushat sociale, arti, kultura. Pra jemi përpjekur që bashkë me stafin dhe moderatorët e emisioneve të tjera të kemi emisione të larmishme dhe të ftuar të ndryshëm. Por emisioni i sotëm sinqerisht është një emision vërtet i veçantë sepse do flitet për një kategori të veçantë me të cilët shumë pak flitet ose shumë pak diskutohet, ndoshta shpeshherë dhe harrojmë që janë në mesin tonë, jetojnë në mesin tonë dhe pse jo shpeshherë dhe diskriminohet ky komunitet me të padrejtë, sepse brenda këtij komuniteti ka njerëz vërtet njerëz të nderuar, njerëz të fuqishëm dhe brenda këtij komuniteti mund të kuptohet edhe çfarë do thotë forcë dhe çfarë do thotë guxim. Pra në sonë do flasim për personat më të kufizuar dhe konkretisht për grupin paratetraplegjik në Shqipëri. Para se unë të prezantoj të ftuarin, unë dua të prezantoj mundësitë që ku ju mund të ndiqni Window Radio, pra siç e dini dhe madje dëgjuesit e rregullt e dinë mirë mundësitë që ka Window Radio për të ndjekur, por unë kujtoj dhe rikujtoj për të gjithë ata miq të ri. Window Radio pra ndiqet përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku ju këtu mund të lexoni lajmin e fundit që ne përzjellim nga fushat e ndryshme, qoftë fushat sociale, politike, kulturore, showbiz, sport e tjerë. Po ashtu këtu mund të dëgjoni edhe muzikën 24 në 7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, DJ Radios. Po ashtu Window Radio ndiqet edhe në dy platformat më të mëdha botërore ku janë pothuajse të gjitha radiot e botës së regjistruara, pra siç është Radio Box dhe TuneIn. Ju mjafton që të shkarkoni në pajisjet tuaja, qoftë Play Store, qoftë Apple Store, njërën nga këto dy platformat dhe të kërkoni Window Radio dhe aty mund të na ndiqni në emisione live, po ashtu dhe muzikën gjatë gjithë 24 orëve. Këto aplikacione janë pa pagesë, mjafton që ju t'i shkarkoni. Po ashtu jemi edhe në platformën Radio Shqip, ku është platforma më e madhe e rrjeteve të radiove shqiptare kryesore. Dhe kjo e njëjta procedurë pra të shkarkoni Radio Shqip dhe aty jemi edhe në Window Radio. Po ashtu mund të kërkoni në Google Search windowradio.de live dhe mund të ndiqni emisionin live, si dhe në faqen zyrtare të Facebookut windowradio.de, ku ju mund të komentoni, mund të dërgoni pyetje dhe ne në varësi të kohës do përpiqemi të përzgjellim ndonjë pyetje dhe për t'ia përcjellë të ftuarit. Window Radio ritransmetimin e ka nesër në orën 3 pas mesnate, pra në orën 3 me orën e Evropës, ose në orën 21 në orën e Amerikës dhe të Kanadas. Pra për të gjithë ata që nuk kanë mundësi apo që kanë dëshirë të ndjekin ritransmetimin, ritransmetimi është në orën 3 pas mesnate me orën evropiane dhe në orën 21 me orën amerikane dhe kanadeze. Por mos harroni që ritransmetimi është vetëm në këto platformat pra ku se ka më lart, si dhe në shumë platformat të tjera satelitore që është e regjistruar Window Radio. Po ashtu, emisioni nesër do jetë dhe në YouTube në faqen zyrtare Window Radio hapësirë.de. Mjafton ju që të bëni një subscribe dhe do vinë të gjitha emisionet e kaluara apo njoftime dhe programacionet që ne
kemi përzgjedhur, pra mjafton një subscribe në Window Radio DE në YouTube dhe do informoni me gjitha emisionet tona. Miqtë mi, do kërkoja shumë përzemërsisht, pa dashur që t'ju shqetësoj, të bëni një shpërndarje në faqes së Facebookut, në faqet tuaja të Facebookut apo në grupe të ndryshme ku ju jeni të antarësuar. Nuk është se ne fitojmë diçka si staf apo humni jo diçka, por të dy palët pra si ne si ju fitojmë dëgjues të ri, miq të ri, sepse siç e themi vazhdimisht si të gjithë bashkëpunëtorët, moderatorët e Window Radio, Window Radio është vetëm në dispozicion të dëgjuesit, në dispozicion të atij që ka diçka për të thënë, që ka diçka për të folur, dhe ne përpiqemi dhe shpresojmë që mendimin tuaj të jemi shërptor të drejtë të juve, pra të dëgjuesve. Siç po thosha, miq, pasi që keni parë edhe në njoftimin që ne kemi hedhur për emisionin Rallës, ku ka patur vërtet një interesim, sepse edhe vetë i ftuari është një person karizmatik, një person i veçantë, një person që flet gjithmonë fuqishëm për të drejtat, por është një komunitet që sikur e thash, ndoshta shpeshherë edhe diskriminohet. Pra është komiteti i para tetraplegjikëve dhe unë të ftuar kam sonte zëvendës presidentin e shoqatës para tetraplegjikëve të Shqipërisë dhe njëkohësisht kryetar për degën e Tiranës, zotin Ali Plaka. Zoti Ali, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, ju falenderojmë për emisionin që jepni. Dhe do jem bashkëpunim në të ardhmen me juve. Jeni radio televizion që përbëni diçka jo për mua, por për të gjithë invalidët që ndohen në gjithë Europën. Unë të jam Zëri juaj, jam shumë mirësur ndaj teje që më ke më marrë në studio për këtë punë, në radio televizioni. Unë të falenderoj sepse sinqerisht sapo kontaktova me ju dje dhe ju ishit totalisht i gatshëm dhe vërtet shumë falenderoj sepse më thënë të drejtën kemi nevojë edhe ne dhe dëgjuesit tanë të dimë diçka më shumë për këtë komunitet. Ne kemi pas një radio televizion tonë shqiptar, në Asedin, dhe është mbyllur për emisionet tona. Nuk jep më emisione, ka pasur emisionet për papërgjike, për të veprit, për gjithë pafsin. Dhe ka 3 muaj që e kanë mbyllur fare, të emision si që keni ju. Po pse, zoti? Kjo është radio televizion kryesor. Apo pse kanë mbyllur, apo thjesht është pjesa që nuk janë shumë të interesuar, apo kush është ideja? Jo, nuk duan të dëgjojnë zërin e invalidëve, se quajnë për ulje. Kjo është skandaloze. Kjo është skandaloze sepse skandaloze që ka me takset tona. Dhe duhet t'i japi çdo, ne kemi pas një emision i hemjavt. Që e jepte dhe e kanë ndërprer ka 4 muaj, jo për ne, po për gjithë shoqatat. Jo, kuptoj, kjo është skandaloze sepse është diskriminim. Absolutisht është diskriminim dhe më thënë të drejtën brenda komunitetit tuaj ka vërtet njerëz që me të vërtetë aty mund çdo kush të fitoj guximin apo të fitoj atë të gjithë radio televizionet që janë në Shqipëri i kërkojmë për të dhënë një emision nuk vinë. Kur kemi një emision të shoqatës dhe nuk, po që për punë politike merren një deputet, një ministër, po që për probleme shoqate largohen të gjithë mediat, radio televizionet dhe mediat shqiptare. Nuk japin emisionet. Unë duhet ju premtoj publikisht dhe live Window Radio sa herë që ju do keni diçka për të thënë apo do keni miq tuaj apo njerëz tuaj që kanë dëshirë të thonë diçka, të flasin, të shprehen, ne do jemi gjithmonë gati dhe do keni gjithmonë dritare të hapur. Patjetër, do të prezantoj edhe me shoqatat e tjera, të vebrit, presidenti i invalidëve të punës, janë shumë presidentë shoqata ashtu, janë ata të fëmijëvet. Shoqata fëmijëvet. Janë shumë shoqata që nuk do ta ndërnë zërin dhe nuk i lejnë me ndër zërin. Ne do jemi gjithmonë pranë jush dhe sa herë do keni diçka për të thënë apo numrin tim tashmë keni dhe mund të më shkruani në çdo kohë. Unë apo moderatorët e tjerë me fjalë gjithmonë do kemi hapësira për ju. Zoti Plaka. Për iniciativën që ke.
Po. Më thënë të drejtën, shiko, me lere të them edhe diçka, edhe t'ja them të gjithë dëgjuesve. Duhet kemi diçka parasysh. Duhet kemi diçka parasysh. Çdo gjë në jetë mund të fitojmë, çdo gjë në jetë mund të përfitohet. Çdo kush në jetë mund të ndërtoj luks, mund të ndërtoj gjithçka dhe çfarë do ai mundet. Por një gjë të nderuar miqtë e mi, mos harroni. Vetëm imunitet nga fatkeqësia nuk ka askush. Kështu që këta njerëz nuk janë njerëz që kërkojnë mëshirë, nuk janë njerëz që kërkojnë që të bëhen barre diku. Lëmosh. Këta njerëz janë që kërkojnë vetëm dinitet. Janë njerëz që duan të përkrahen me dinitet. Kështu që duhet të kemi diçka parasysh, asnjëherë mos krijoni ose mos mendoni që jeni imun ndaj fatkeqësive. Askuj nuk lirohet fatkeqësia, por askush nuk është imun nga fatkeqësia. Dhe unë, zoti plaka më thënë të drejtën, tentova të gjeja numrin tuaj, pra dhe unë e falenderoj mikun Izet Jonuzi, e falenderoj publikisht që më lidhi me ju, sepse duke patur parasysh që unë jetoj në Gjermani, pra ne jetojmë larg dhe kemi pak të kushtëzuara mundësitë e njohjeve apo të gjetjeve të kontakteve. Dhe unë mora shkak nga ai pallati djegur para 3-4 ditëve në Tiranë, që me të vërtetë ishte një zjarr tepër i madh, me fjalë dhe fatmirësisht nuk pat humbje jete. Dhe aty më lindi një pyetje brenda vetes. Po sikur brenda këtij pallati të kishte njerëz invalid, të kishte paraplegjik, tetraplegjik, të verbër, apo pra njerëz me aftësi të kufizuara, si mund të shpëtoheshin këta njerëz dhe a ka infrastrukturë të mirëfillt për këta njerëz? Dhe unë do ta filloj me ju bisedën në këtë lloj mënyre. Si është qasja e infrastrukturës për personat me aftësi të kufizuar, po konkretisht për ju? Po zoti plaka, ka diçka probleme me rrjetin? Fatkeqësia. Po të kishte një të invalid paraplegjik. Ati ishte aty, se nuk ka kushte këtu në Shqipëri, nuk ka asnjë lloj kushte siç ka Gjermania, tjera të Europës. Shqipëri mungon rampat, nuk e një nga farmacia, e kalun me marrë ilaçet. Mungon rampat, mungon këta ilaçe për paraplegjik. Tu në Shqipëri nuk qa kohë njëri shkon bashki, bë kërkesën, ka përgjigje njëri, i drejtohesh qeverisë me letra, s'merr asnjë lloj përgjigje. Kuptoj. Që i kemi me kusht të gjëra. Status. Dhe nuk zbatohet as statusi, as ligji në Shqipëri. Tu i nxjerrën me letra, rrin ul. Të nuk ndri, vetëm merr palen, dhe nuk i aty, po të kishë ndohë 2 invalid ose 3 invalid, nuk ka si ose një, aty nuk do kishë rava mundësia me... Zoti plaka, më falë, nuk e di nëse mundeni të shikoni pak rrjetin tuaj të internetit, sepse po ka shumë shkëputje, ka shumë luhatje. Alo? Po, zoti plaka, sepse nuk e di, po ka shumë shkëputje, nuk e di nëse mund të shikoni diçka. Po tani? Jo, tani jeni diçka më mirë duket, sepse kishte shumë luhatje. Okej, ja, se jam afroa më afër internetit, po. Okej, vlat. Tani si duket? Mirë duket, vazhdojmë. Po. Po, vlat. E kështu që aty kemi shpëtuar për hiç gjë, se nuk ka pas invalid. Ma të godin që është djegur. A më dëgjo? Po dëgjoj. Pra, nuk ka pas asnjë person me aftësi të kufizuar. Ka qenë shans se po të kishte,
nuk ishte mundësi me zbrit me brap për shkallë poshtë. Ose nga njerëzit shumët që do zbritin kush mund me ikë. Kuptoj. Në 100 metrë mbrena. Pa diskutim. Po mirë, shiko, kur bëm këto ndërtimet e reja, zoti Plaka, kur bëm këto ndërtimet e reja, ju jeni edhe kryetari i shoqatës për Tiranën, pra dhe zëvendës president për Shqipërinë, për shoqatën e paratetraplegjikëve. Nuk e di, këto projekte ju konsultohen me ju ose keni Jo, as na pyet njëri hiç fare, as për rampa, as për çdo gjaje. Bën çat den si ti tek e qepi. Bashkia i jep pa pyet grupin interesit. Grupi interesit imi ne. Kuptoj. Dhe nuk na pyesin as i gjë shteti, grupin interesit me jo mu, po as një president shoqatës. I bën ligjet i ndryshon siç duan vet, i bën siç din vet. Ne akoma nuk po marrim atë shtesën e çmimin e sportës. Çmimet tu kanë shkuar në data, është me vendim qeverie, që sa herë lëvizin çmimet, është çmimi i sportës që të kompensohet nga shteti. E ke parasysh? Kuptoj. Dhe nuk zbatohet. Shiko, Karburanti o ngrit, ne marrim karburantin ne si kur është 1.500 euro, si 2.000 euro, si shko 3.000 euro, marrim 100 euro të vjetra. Që nuk është e drejtë. Që është diskriminim të Shqipëri shumë i rënd për ne. Po, nuk e dim se çfarë të bëjmë, nuk është Gjermani. Gjermani kom shumë invalid shqiptar, që kanë ardhur para ka tetraplegjik të vepër, dhe konsultohemi për ditë me ata, o sinata me ditën. Tu s'ke një ramë në spital. Tu nuk e aqësor. Për shembull në lagje e ke pa aqësor çfarë. Nuk ka shkallë, ashtu rampa, janë shkallët 4-3, 4-4, si do gjitet një person, 4-3, 4-4 me karrocë, kur nuk ka asnjë kushti. Nuk e di sa më kupto drejt. Jo, unë të kuptoj, por shiko, unë të kuptoj shumë drejt, me këtë çfarë ju përthoni, por ti marrin pak si më rrallë që ta kuptoj edhe dëgjuesi më qartë problematikat që ju keni atje. Dhe doja të ngelim sërish tek ndërtimet e reja. Pra shkon 1.500 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, metri katror, thonë edhe 5 metri katror, metri katror, po. Dhe si ka mundësi që këto pallate janë pa infrastrukturën e duhur për personat me fëmijë të kufizuar apo siç jeni ju paratetraplegjik. Dhe ju e keni ngritë zërin, e kërkoni sepse me sa di unë ekziston dhe një ligj që këta ndërtuesit apo bashkia apo edhe vetë ndërtuesit që të marrin atë të drejtën e ndërtimit, pra licencën e ndërtimit, duhet të konsultohet edhe me ju si grup interesi. Dhe ju vje funi. Venosit vetë komision, vjen puna, komisioni i bashkisë përcjellën 3-4 vetë atë, formosin e mirë pafshin. Kur t'je marrin ndërtim pa apartamentin, shumë do këtu, të në Shqipëri. Më ligën vetë inxhinierat, 5-6 inxhiniera, komision, formosin që më rregull, hec, mirë pafshim, pafsi se nuk kanë bo rampën, pafsi se nuk kanë bo kushtet për invalidët, tu më fut me kafe, me pi kafe, nuk fut është dotë, se nuk ka boj, ka vu për durën 2 plomë, nuk e ka lënë në rampë, pa ka lënë për durë. Ju kuptoj. Si funksionon, për shumë, kur del një person me karrocë, më falë nëse shprehem në mënyrë të gabuar, po kur del një person me karrocë në qytet, apo do të shkoj tek për të pi një kafe, apo do të shkoj ke farmacia, apo do ngren karrocën pesh, 2 persona. Po kjo është me karrocën me 2 personal. Po kjo është rrymshme. Kjo është 2 veta, një do kape karrocën ke rrotat e para, një ke aty mrapa, nga ngren njeriu në peshë, e kalon nga trotuar nga rrugë tjetër. Janë po të vish në Shqipëri, ti shikojsh vetë me sytë tuj, është e habitur. Po mos i rafë kërkujt, a ne që nga gara. Po dikujt mos i rafë që fatkesi, sepse këtu ki mungojnë çdo lloj gjërash. Shko ministri, s'ke rampë. Shkojmë kryeministri, s'ke rampë. Hypën në autobus, nuk ka autobusa me rampa, për ty për invalidi.
Llogaritë ku imi, su me qenë para 50 vitesh. Çfarë kushte s'ka? Këtë linjat autobusit nuk kanë ramp për të hyrë me karrocë. S'kemi kot. Ose ka rampën nuk e kam shofer sa hap. Çfarë do bësh? Nuk e di sa më kupton. Jo, unë po të kuptoj, por sinqerisht këtë që thoni ju, me fjalë është të ngelesh pa tekst. A kupton dhe ndaj nuk po ndërhyj sepse nuk kam edhe çfarë të ndërhyj, por problemi është që shteti vetë, sepse me sa di unë ka status për personat si të vizuar para statusi para tetraplegjik. Kemi statusin e invalidit para tetraplegjik, të miratuar. Po. Atë kemi në po kush e zbaton. Janë ligjet që janë, po nuk zbatohen. Shteti vetë ka miratu, po nuk i zbaton. Nuk gjerë aktën në ligjore. Ligji është, po nuk doli akti në ligjore për zbatim, nuk zbatohet. Ti di më mirë se sa unë. Shiko, po sa persona, sa para tetraplegjik ka në Shqipëri? Është numër i lartë? Ka shumë? Në gjithë Shqipërinë janë 4.600. 4.600. Po, Tirana ka 1.800, sa më shumë. Pa diskutim. Kryeqyteti. Pa diskutim. Dhe kush është, si thosh, tash na fal, se nuk po duam të hyjmë të bëjmë atë ekonominë e xhepit tuaj, por pak a shumë kush është ajo ndihmesa apo përkraje sociale apo benefitet që një paratetraplegjik përfiton nga shteti. Po, ta homuna. Një paratetraplegjik përfiton shoqërusin 130 euro. Me shërbim 24 orë. Po kush rrin me 130 euro? A më ndëgjon? Kush rrin 130 euro? Una? Kush rrin 24 orë 130 euro? O, daçri, mos rri, aj tjepaj. Daçri, s'tjep më tepër muajt, 130 euro. 130 euro me ndim ekonomike, ndim pafësie. Kuptoj. A më kuptoj drejt? Po, të kuptoj. Përfitoj gjenën sanitare 205.000 lek. Për bibilina, qesurina, këto gjana. Po bësysh. Ka që është kosta e invalidit para tetraplegjik. Kurse të veprit përfitojnë shoqërusin, një lloj si ne, po nuk marrin gjenën sanitare. Okej, kuptoj. Edhe ndim në pafësisë. Shiko, zoti Plaka, keni probleme sepse unë kur kam hedhur njoftimin sot për shembull, ka patur shumë interesim dhe kam patur disa pyetje nga disa dëgjues tanët, ku kanë dhënë kesa që ka njerëz, pra që i plotësojnë këto kushtet e dhe diku ndoshta të paralizës, pra të këtyre problemeve të paratetraplegjikëve, por duhet të sjellin në komisionin Tiranë nga rrethe, të vinë në Tiranë, jo të marrin në rrethe i ndoshta ja jep Tirana si ja jep. Pra, nëse është e mundur, si mund të na shpjegosh pak më shumë këtë pjesë, është pse duhet detyrimisht një person paratetraplegjik të vinë ndoshta nga fshatrat e Tropojës, Vërmoshit, Kolispolit, ku diun, pra të vinë detyrimisht në Tiranë, përderisa ndoshta mund të kryejë atë në rrethin e vet, kontrollin. Në rrethin e vet. Po. Dhe ata kanë bërë këto. Që surullatja është bërë. Ka njerëz që janë me barel, nuk lëvizin as karrocë, jo, do të vinë nga fshatrat dhe dalin komision në Tiranë. Ose nga rrethet. Me barel, nuk qohat i çfarë, s'lukas duar s'kom. Dhe ajo është i marrumën. Jepe për gjithmonë, apo jam gabim? Absolutisht po ju ai normalisht duhet për gjithmonë, po kjo është e pakuptueshme sepse duhet patjetër të vinë deri në Tiranë, me fjalë. Këtë e bë shteti, nuk e bëjmë ne, nuk na pyet. Jo, e kuptoj. Jo, shiko, zoti Plaka, ndoshta për ju duken pyetje shumë të thjeshta, por për ne apo për audiencën
unë po duaj që të kuptohet tamam realisht ai problemi që e rrethon komunitetin tuaj. Ne kemi kërkuar të ati huti, shkoj të atëzjerë komision, atje ku është, me falë, unë kam marrë një menim tjetër. Me qenë se personi nuk lëviz dot, nuk vjen, të në jetë komisioni, shkoj kë shtëpia, të atëzjerë, të verifikuj të atëzjerë. Shumë Ska pse interesante. divizi invalidi, s'ka invalidi pse divizi nga Korça në Tiranë. Të në jetë një komision ekspertësh, shkoj kë shtëpia ti boj konsultën, të marroj procedura që ka. Këtë e kom kërkuar. Shumë Po shumë interesante. saktë e punë. Po nuk shkon mjekër, për të mjekër me shku, dhe të vi smuni, pse të shkoj mjeku ke smuni, po të shkoj smuni ke mjeku të i paralizumit dhe shkoj të bregi. Kursa e që është ishtë në është, nuk shkoj me kontrollu të smunmin. Pastaj, ke diçka, mjeku familjes. Se kemi mjek familje. Po, Duhet vi shpi ambulanca, duhet vi, e merë ambulanca nuk të vjen. S'kemi që të bëjmë kot. Je pa apliki kot, unë nuk kom që të bëj. Së vjen as me ambulancat e shpije, do të shkojmë ne me motora në spital dhe bëjmë qetësuesat, my God. me karroca. Kuptoj. Që kur kemi probleme, do të vesh mund mi vetë. Se duhet vi ambulanca më atë minut, që një invalid para të logjik. Është në kërvat. Nuk do të shkojë invalidit që 12 natës me boj qetësues të shkojë në spital. Do të vi ambulanca të boj qetësueset dhe ish mund me 3 mos lëvizi. Kurse na kemi kundërt. Nuk e kemi se që keni ju. Ne merrem telefon ambulancën, jam me zonën, po prit mas një orë, mas 2 orë, o vjen, ose hajde hajde paraqitu vetë. Vjen një herë 2, e mëson një herë 2 treti, ky vjeni nuk lëviz do të na së vjej çfarë. Nuk i hu se kam aksident, po i hu edhe më bë qetësueset. Naj i bi për shkur nuk vjej çfarë. Shiko, Po gjëna ndodhin. sa në presion është familja e një personi të tillë psikologjik flas dhe sa në presion ndihet edhe vet i smuri para tetraplegjiku, para familjes me të tilla. Me fal, një familjar, i smunëm që ka një prindër, dhe shëbi, të ka nonën dhe babën, ose një familjar të ka vllain, motrën dhe të shëbi. Po mos ketë të, kush shëbe me 130 euro? Ju kuptoj. Vjen një huj? A vjen një huj në rrugë që me i thënë, hajde për 130 euro nuk të vëre me sy, jo me të në rrugë, bibilina, me thejt bibilina, me t'la, me çfëla nevojat vetjake. Nuk të vje kur i huj. Jo 130 euro me i thënë ti, po në 500 euro muj, 600 euro muj, nuk të vje me të prek me dorë. Të letu të kalbesh. Kurse njerëzit tonë, të shpis familjarët e kanë për detyrë, sa e ka të vetin. Kurse i huj nuk të ka për detyrë. Ham dëgjon? Jo, po dëgjoj me shumë vëmendje dhe shiko, pikërisht këtu ku jemi, shiko. Mund të bëj pa lek. Zoti Plaka, pikërisht këtu ku jemi ne më vjen një pyetje nga një mik i joni, do thotë, për ata persona thotë që jetojnë vetëm thotë. Pra, si procedohet? Çfarë mënyre ka? Ku mund të kërkojnë ndihmë apo përkraje që ti shërbejti? Alo, ta shpjegoj unë. Po. Ta shpjegoj unë atë. Një person të është i vetëm, merr shoqërusin me 130 euro, i vën 5 minuta në ditë, 10 minuta dhe ikën shoqërusja. E merr prap mas i ore, rri 5 minuta, 10 minuta. Edhe i ikën shoqërusja. Nuk i rrin aty, nuk i shëben. I vën 5 minuta vetëm me pa, merr atë 130, edhe i ikën se nuk i thotë e smunmi, më rri më tepër, jo thotë shtor gjej lekët. Po i thotë smunmi vetëm i fut nga xhepi se mu shteti ka mjep për ty, me të shëby. Po shteti nuk afron ndonjë mundësi, zoti Plaka, nuk afron shteti njerëz Jo, këtu në Shqipëri. Të nga shërbimi social. Shërbimi social tu duhet të ketë qendra. Jam me ty unë, siç e keni ju. Po jo, po shërbimi social mund të ketë edhe punonjë social që të vjen të shtëpia, se nuk është problemi vetëm për të ndërru, po duhet edhe për të gatu, për të bërë diçka për të hëngër, për. Po jo, për ata hiç nuk ka Shqipëri nuk ka ashtu. Nuk ka, kurse unë kam kërkuar për këto persona
për këto persona që janë njëri pa njëri, të hapet i qendër sociale, me gatim, me veshje, me nërrim, dhe të shëbej qendër sociale. A këto të janë, rrët 15 invalida, 30 invalida, që nuk kanë si sëranë gjithë Shqipërinë, që nuk kanë prindur, janë pa dëmuar. Ju kuptoj. Të hapet qendër sociale, ti gatuj, ti laj, ti shpëlaj, ti majnë qendër sociale, ti krijoj lojra, me një diçka, Ju kuptoj. ushqimin t'ja qoj ke koka. Dhe këto persona, një të izolumun, mojni. Sepse atje përshidhen 6-7 invalid, 10 invalid, lozin, bëjnë lozin shaka, shumë me domina, një loj që du me parë. Dhe kanë shërbiset e veta ato i 24 orë. Nga shteti, nga shërbimi social. Këtu nuk ka qendra sociale, nuk funksionon qendra sociale për invalidet. Për papi gjikët nuk e çfarë, ata jap garantuar. Jo, kjo që thoni ju është shumë, po pse më fal, nuk ka qendra sociale të tilla, qendra qoftë rezidenciale, qoftë ditore. Alo. Po. Nuk ka nga këto lloj qendrash që ofron këto shërbime? Jo, e kemi kërkuar, nuk ka. Nuk ka. Nuk ka. Duhet ketë një mens. As në Tiranë nuk ka? Duhet ketë fjetjen. As në Tiranë nuk ka? Jo. Ka qendër kështu ti nimojnë të varfrit, që kanë haran blak buk. Ti të gjëja, po flasim për qendër sociale, qendër rezidenciale. Jo, këto të varfrit, qendër se kanë hapi qendër sociale, ti kush është i varfër, veni hajë vak buk atje. Nuk kuptoj. Falas. E hamë drekën e ikën. Po mirë, të të bëj një pyetje. Tash në Shqipëri çdo 4 vjet ka zgjedhje. Normalisht që vota juaj duhet. Dhe si ndjeni me politikën? Pra si procedoni me votën? Politika, na vjen deputeti në përshpija. Na premton do bëjmë të, do bëjmë atë. A më kupto që ndohë? Ja, kam parasysh, por kjo është, shiko, nëse me çdo kënd mund të luhet, a mund të tallet, në këtë kategori është Vjen deputet i ri, maroj ky deputet 4 vjet? Vjen i tjetër i ri, u thot, do ta bëj unë, thot, ti sa ka po deputet i parë, do ta bëj unë. Na premton, ato ditë, vjen i muj para votimit, der për der, shpi për shpi, ti premtuar, si të majtë, si të djathtë, dhe nuk bëjnë asnjë lloj gjëje. A më kupto drejt. Jeni të zgënjur edhe nga politika, patjetër, me fjalë. Po, marrin votën dhe nuk të bëre me sy mo deputeti. As telefonon të del mo mas votimit. Po mori votën, as telefon nuk të hap mo. Nuk në zërion parlament ose Shiko, po më vjen një pyetje të kërkoj ndjes, më thot me fjalë në mënyrë ironike. Si ka mundësi thë që deputeti ju shkon kurse komisioni jo? Me fjalë është në ironike sepse kjo vërtet e dhimbshme. Deputeti vjen se ka të marrë votën. Desa të marrë votën. Po dhe komisioni do të marrë rrogën, pra të punë pagote. Masi të marrë votën, për deputet zvare me sy më mrapa. Po, okej, zoti Plaka, po punësimi, ka njerëz të kategorisë tuaj që janë të punësuar apo që vetë ligji shqiptar, si thuaç, i suporton për të punësuar, ose pjesa arsimimit, pjesa që ndjekin shkollat, pra që arsimohen, si është kjo? Janë disa shkolla që i kanë kushtet për fëmijët e vegjël, dhe fëmijët e vegjël trajtohen me mësues të veçantë. Shkollë 8 vjeçare. Këto të janë pafësise, ke parasysh? Kuptoj. Këto, në rast se ke një fëmijë që do vazhdoj shkollën 8 vjeçare, ai nuk trajtohet me tjetër, trajtohet me një mësues të veçantë. Po, kuptoj, kam parasysh. Tu, ose nuk i çojnë, po nuk pat kushte, nuk e çon prindrit. Sepse ka shkolla që nuk ka rampa, nuk ka gjësor, s'ka si të gjojmë, ka 2, ka 3. Janë hala këtu, ambulancat që janë po të vish në Tiranë, ke rruga Kavajës, në Laprak i ke ambulancat e vjetra pa gjësor. Pas vetëm në shkallë, ka 3, ka 4. Ose ke njësit bashkake, ose për votimet, invalidët, ku du me dalë.
nuk votojnë se nuk ka kushte. Se hot gjithë nuk ka dytë ka tretë. Qendra votimit, nuk ka rampë i çfarë, e një validin nuk shko me votu i çfarë. A më kupto që ndodh? Qendrat votimit, caktojnë qendrat votimit, marrin me qera aty ku duan vetë. Dhe janë pa kushte për invalidët me shku me votu, dhe invalidin nuk shko çfarë. Ju kuptoj. Po punësimi ka para tetraplegjik të punësuar, i suporton shteti për të punësuar ose privati? Rall tek tu kanë marrë aty ku njofin. Me t'jaftë. Ku ka një deputet, një mik, një invalid, ka nërhymë bashkije, ka marrë në bashkije, ose ka avokatit popullit, ose kretë. Ne kemi bojë 100 kërkesa avokatit popullit. Ministrisë Drejtësisë, për këto probleme nuk po qa kokë njëri. Jemi në Shqipëri. Jo, nuk kuptoj, por Shqipëria, Zoti Rama ka thënë që Shqipëria do hyjë në Evropë brenda vitit 2030. Në Europë nuk me këtë kushte mund të hyjmë na? Jo, këtë. Me të kushte që po të thomun. Jo, absolutisht. Sa kushtet ka Europa? Jo, absolutisht jo, po Zoti Rama kështu thotë. Europa e di kushtet tona. E di Europa për invalidët para tetraplegjik, ne kemi qenë, e ne këtë zyrët e bashkimit Europian. I kemi, për këto probleme, ju kemi drejtuar të gjithë, ose besë e bashkimit Europian me letra me kretë. Ti nemi me këtë lloj kushtesh. Ato po na pranun në Europë me të kushte, bravo qoftë. Gati imi në ne. Jo, kuptoj. Europa. Jo, kuptoj. Po keni marrë, shiko, duhet të rikthehem, sepse nëse nuk e bezis gjithmonë, nëse nuk e shqetësoj. Jo, fol. Faleminderit. Fol pa marak, sa të duash. Jo, se kam patur shumë interesime sot, që kur është bërë njoftimi me fjalë, dhe njerëzit kanë qenë shumë të interesuar tek infrastruktura, pra tek ndërtimet e reja, tek pallatet që ju po i cekni, që ju po i thoni që nuk ka, por tentoni të merrni kontakt ju me këto shoqata të ndërtimit, me bashkinë, sepse me të vërtetë ai zjarri i para 3-4 ditëve ka qenë i tmerrshëm, por sinqerisht mos raf mo. Se barani herë bot nom, inshallah nuk bi mo. Po inshallah nuk bie për askënd, por problemi është kategoria e juaj ka ban shteti përgjegjësi për kategorinë tuaj, ju vetë kërkoni nga Ministria e Transportit e Ndërtimit, nga Ministria e Drejtësisë. Po. Aty do më dal, i kemi çu letra, telegrame, me firme buçë shoqatës, nuk të ka përgjigje. Për takime, kemi kërku takime. Kemi kërkuar ballafaqime. Kemi kërkuar drejtat tona sipas ligjit, nuk të ka një përgjigje, çëm letrat me post, me rekomandë, pagujmë në lekët, dhe nuk të ka përgjigje çfarë. Asnjë lloj përgjigje. Ku do të shkosh ti ku nuk ka përgjigje, vetëm me bë luftë. Institucioni nuk ka përgjigje. Një nga dyta, ti mos marrën ti çka ndodh me ne. Po për dëgjoj. Para 3 vjetëve, kim pasur zyrat në Laprak të Kupola, 20 vite. Një tam 12 nas, një në zonë poshtë me gjë karroca, me gjë patarica, me gjë që kishim mena, e ne me gjë dosje, bashkia me firmën ndërtuese boni pallat. E ne s'majtë përgjegjësi. Më fal të lutem. Pra, po ju po thoni që para 3 viteve ka ardhur bashkia natën dhe ju ka rënuar zyrën, me gjitha materialet tuaja ju a ka marrë në mënyrë të dhunshme. Pa na lajmëruar. Çfarë thoni? As polici rendi, as polici bashkake, dëgjoj me vëmendje, as polici bashkake, as firmë ndërtuese, ka ra firma ndërtuese me Fadram, i ka zonë këtë poshtë të gjitha materialet të shoqatës, kemi bë kallëzim prokurori, kemi bë kallëzim polici, kemi bë këtë diskriminimi, kemi fituar gjyqjet në shtetin dhe hala jemi pa zyra. Kemi me status, neni 17 hot shteti me përsipër të japi zyra fale, midis e falas, i shoqata invalidët para tetraplegjik, shoqata përgjithshme, shoqata Tiranës, pris sot të 3 vjet. Mirë se ne prishim, po ne kishim me tjetër, po s'na kanë me tjetër jo. Jo, mirë se pas kanë prishur, po pas kanë prishur edhe karroca, paterica, po pajisje. Kemi pas 15 copë karroca basketbollit që ne kanë paspruar për të lozur. Që kushtojnë
kemi pas mrena patarica, robe, veshmahe, ushqimore, i kanë ram 12 natës në rrugë Hajduçe. Kam shku me një herë atje, kam gjetë rrafsh për 5 minuta. Këtu, që si të duket ty, kemi bo disa grevorie në bashkinë e Tiranës, kemi bo takime kryetaren e bashkisë nuk na del me Këshillin Bashkiak, që o zotërie, ku do na japish, mirë se na sheme, pa drejtësisht pa na lemruar. Se po na kishin lemruar, kishim nxjerr. Po këto bon pallate, kanë bo kulla në vend e shoqatës. Kanë bo disa kulla. A më kupto pse shemë? Kanë bo kulla për nevojat e veta. Kjo është tragjike. Unë po ta shpjegoj pa t'i bie edhe me video. Shemjen i kam rë me video, filmume, të gjitha këto gjëra që po them unë. Kemi bo edhe në polici, kemi bo 4 kallëzime në Progrori, ose marrë ima ata mo, sa kërkues edhe përgjigje. Kemi çumë gjyqje diskriminimi, kemi fitu gjyqin, me diskriminimin kemi fitu gjyqin. Me bashkinë. Kemi shku këtë diskriminimi, hapi gjyq diskriminimi vetë, na ka të drejt neve. Tu imi në Shqipëri, na nuk kemi zëra. Kjo është ngelesh pa tekst, me fjalë. Në statusin e papligjikut, thot ka Neni 16. Shteti me përsipër thot t'japi midis e falas. Tiranës e gjithë rrethët e Shqipërisë. I ke gjenje. Shka gjenje këtë drejt? Ku do ankohesh? Ma huj mu. Shka ankohesh të ndigja i ri. Bosë kush të ndigja, bosë kush shep. Së të deli i me taku. Nuk e di si ndonë Gjermania, ndonë të gjonem Gjermania pa ja. Jo, këto nuk u zonë as ti me ndojnë, jo të ndollin, po. Por thujti është... Jo, kjo është e çuditshme. Po të duket e çuditshme kjo. Absolutisht, shiko, të jem realist, jam pa tekst dhe sinqerisht nuk di as nga t'janis të pyes, por të lë të flasësh ti, që të kuptoj dhe audienca dhe të kuptoj dhe vetë dëgjuesit se kush është problemi. Por unë duhet ta drejtoj bisedën tek, mi fjalë problemet në Shqipëri janë të pafundme. Por gjithë botën përshikojmë krizën që po ndodh gjithë botën, jo luftra, jo kriza e karburanteve, ekonomike, pra ku do në botë ka shtetësime. Po të bëj një pyetje. Tash në Shqipëri ju suportoheni për po themi për bazën e ushqimore, pra për shportin ushqime apo për karburantin apo Jo. Karburantin marrim ta shpjegoj, marrim 100 euro. Si shkojmë që kemi këtë 15 ditë të marrim 100 euro për makinat. Për makinat. Invalidit ka makinë, ti ka përdor një makinë, që është invalid pune, që ka bë aksident punë, vend të përfiton. Kush invalid ka qenë marrënie pune, ka bë aksident punë, përfiton 100.000 lekë vjetra karburant. Po ishis ka qenë që nuk ka... Jo, këtu jo, ajti s'ka qenë s'japin karburant. Ajti jo pa apligjik, i lindur, ose pa apligjik, i bomën mrapa, ti nuk ka qenë marrënie në punë, se nuk i përfiton. Kjo është e pa konceptueshme, zoti Plaka. Unë po të tregoj drejt, pra kjo ligji, nuk kom se pse të gënjej. Jo, lutem mos me keshkupto ti se kam me ty unë, kupton, por është e pa konceptueshme se si ti mund të diskriminosh dikë, bollësh i diskriminuar që ka lindur apo që është aksidentuar gjatë jetës pa qenë në punë dhe nuk jep as këto lloj benefitesh? Jo, për zotin jo. Unë jam vetë këta shoqate, kemi kërkuar që ta përfitojnë rrethët e lindurit, se në ato fatkeqësi janë, pavarësisht se nuk ka aksidentuar punë, na s'do një mia me probleme. Absolutisht. Na i të përfitoj të drejta, sa është gjinaf. Na i ka nevojë për makinë me lëviz, ta përfitojnë e karburantin. Apo jam gabim? Jo, ti se gabim fare, po kjo është që se kisha imagjinuar me fjalë këtë lloj. Jo, këtë që po ta jap unë ta jap me deklarat. Kjo është të diskriminosh stres brenda stresës nga vetë shteti. Po pra, në rast se u gënjej, maj përgjegjësi ligjore.
Për këta që po të them. Unë ju kuptoj ju, po problemi është se është çudi se si shteti, po ata ose një vepër që është i lindur, ose nuk ka qenë marrën e puna, është bërë pa qenë marrën e puna, nuk e përfiton karburantin. Do të jesh invalid puna. Me shoqërus, ka i vepri ka makinën nga kim, ka shoqërusin që bën deklarat që nuk i jep vetë dhe i jep çunit ose vllajt ose motrës me përdorur. Ju kuptoj. Ato mjetin. Ju kuptoj. Ai duhet ta përfitojë karburantin, apo jo? Jo, pa makina e invalidit. Pa diskutim. Po ju që e përdorni për shembull. Shiko, brenda kategorisë tuaj, pra që ju e përdorni këto mjetet motorike, shteti ju ofron subvencione për t'i bler ose sepse normalisht ato edhe prishen, duhen edhe të bëhet remont, pra duhen edhe të... O zotri, i blem nga Gjermania nga 800 euro, 900 euro motorët përdorën. E ka për detyrë shteti, me i prumë, si që ka qenë kone në verit, të bite motora 50 kubiksh, dhe u prisht ai, dërzoshet e merë se tjetën, kurse tani ne i blem vetë, në njëri t'i ka jashtetit një person, ai personi ja bi dhurat invalidit, ai që s'ka e blehtu 800 euro, 900 euro, 1000 euro, motorët përdorëm. Me fjalë shteti nuk ju siguron as karroca, as patarica, as lloj gjëje. Wow. Blem elektuja për dush. Edhe me rregullu me lektuja? Po, s'ka servis i çfarë. Për ato nuk ka servis tu elektrik, motor elektrik që ti riparoj, i flakin. Për i defekt vogël e flak. Kuptoj. Dhe blesh tjetër. Ne marrim ato mbeturinat që në Gjermani i grumulloni ju, e ne i binim Shqipëri, si karroca, si patarica, si me këto, me shoqata humanitare. Kush në animon? Me gjenat vjetra. Dikush, për shembull në Gjermani, ju me na gjetë ca motorë me bateri, na shpëtoni, jenë të vjetër. Ne i marrim, po puna mjesët taksat preshtomen nga taksat. Po është problemi i transportit do pagu, s'kemi lek me pagu transportin na. A më kupto që ndo? E nësë ku me na falti ne, 500 karroca atje, me i gjek, e supozojmë. Ju kuptoj. Me i bo urat invalidët, shoqatës, është problemi i transportit. Kushto transportit, aty kushto sa Armenia. Kemi gjetur në Zvicër, kemi ligu me ato të Zvicërës, a i thot, ju fal 500 karroca, pa isje, po transportin paguni vetë, thotaj. Transportin po 20.000 euro. Doja përmes me fjalë duke qenë me ju në emision, unë i bethirje të gjithë atyre që po na ndjekin, të gjithë atyre që kanë mundësi të dhurojnë apo kanë dëshirë të dhurojnë, pra miqtë e mi, ky komunitet nuk kërkon mëshirë, kërkon dignitet. Nëse ju shikoni patarica nuk kërkojmë. Nëse keni të mundshme, mund të na shkruani, mund të më komunikoni mua direkt në radio, mund t'ju lidh direkt me zotin Ali Plaka. Pra, të gjithë ata që kanë dëshirë të shprehin dëshirën apo kanë mundësinë, me fjalë, vetëm karroca, patarica, këto kërkoj ju të lutem shumë. Me sa ke mundësi me bërë këtë, karroca, patarica të vjetra, të përdora, nuk e kemi problem, jo të reja. Në sjellën se imi, aq problem nuk ka njëri me, ka invalid që nuk ka me ble karrocën. Ka invalid që nuk e blet dot karrocën në bateri. Unë e kam blet përdorme, e kam marrë përdorme për dyshit të ballit, e kam marrë 800.000 lek. Po mirë, zoti Plaka, ne po flasim për karrocat, për këto që lëvizin jashtë. Po pajisjet e brendshme, pra si që janë dushet, banjot, pra sepse më fal tani sepse unë nuk jam shumë, nuk i di shumë ato gjitha se çfarë ju duhen, por si
shteti, u kam gjithmonë pjesën tek shteti, ndërhyn shteti të ndihmoj në këto pajisjet e shtëpive apo në akomodimin e shtëpisë në mënyrë të përshtatshme për një person para tetraplegjik? As me mënyrë, as me cigare dahoni, as me karamele, ja. Wow. Për dy të ballit, as me cigare dahoni, ja. Harroje. Haj stjepi një cigare dahoni, karamele, s'nëri. Blej vetë për desha hot. Jo kuptoj. A më ndëgjo? Ju dëgjoj me shumë vëmendje dhe si thush shumë i tërshtuar. Ose kënaqësi me këtë emision që po ta shpjegoj në mësi. Dhe të uroj të kesh shëndet. Ju falenderoj Dhe të bëni diçka, dhe të bëni diçka për ne, se o Zoti i lartë i do shukoj. Se për shtetin na kemi marrë fund. Shteti këtu nuk të merë asë i loj, kush do këtë jetë, daci djatë. Nuk me përsipër. Me fjalë, edhe akomodimin e brendshëm të nevojave tuaja, pra siç janë dushet, banjët, pajisjet, me fjalë, dyshekët, krevatët, ku diun, gjitha këto, me fjalë, duhet çdo gjë. Po të betomi pra të Zoti jo. A jo mu, po as invalid. Dhe sa duka bova keja që hute. Jo, flas si shtet. Shiko, unë nuk po flas se çfarë siguron dikush në mënyrë private, në mënyrë personale, po flas në rrugë private dikush mund të fali. Jo kuptoj, po flas si shtet, Jo. Kurse ti si në rrugë private, Okej, rruga mund të falësh në diçka, invalidit, në shef në gjendje të keqe, mund të zvije keqe, në fal. O leko i fal një televizor, një fikë për një levatrice, ja falja çka shtëpia të përdorëm. Rruga private është diçka tjetër. Ju kuptoj. Po, të të bëj një pyetje, se shiko, kurreshtja e njerëzve është nga gjithë anshme. Vetë shoqëria, kur delin rruga, apo kur jeni në ambiente publike, si ju trajton Zoti Plaka? Jemi në shoqëri që bullizojnë. Ka njësi në nëndimon. Ka njësi në nëndimon. Ho qa mu të ndimoj, mu rëzu të qonë, ka një njështë të mirë. Dikush vare me sytë keqë, dikush të ndimon, të vjen njën, mu rëzu të vjen një mirë. Jo kuptoj. Me fjalë, nuk jemi e shoqëria që trumpetohet, që ka një njështë mirë, nuk ka mund, ka një njështë mirë tu. Me fjalë, vazhdojmë të jemi shoqëri sociale, me fjalë, vazhdojmë të jemi shoqëri humane. Po. Jo kuptoj. Kurse kemi shku në komiteti musliman për Bajram, kërkëm një sheqer, një makarona, fesat, rastet e fesat, shkojmë të këta kishat, kërkëm një nim, kë komiteti musliman, kërkëm një ushqim për Bajram. Një voj, një orës, një sheqer, një makarona. Kush na jep, kush nuk t'jep, s'tjep. Aja nuk o me detyrim. Absolutisht, por keni patur përkraje nga këto shoqatat, për shembull shoqata, sepse në Shqipëri trumpetohet që ka shoqata pa fund, për shembull. Jo ofrojnë përkraje, ndihmë. Komiteti musliman e jepën kur është një fest, një Bajram. Kurse ato krishtlindjes na japin kur kanë festat e veta. Po, e kuptoj. Po do bëjmë listën për 20 veta, jo për gjithë. Për 15 veta, 20 veta, na nuk kemi më tepër. Kryqi kuq, vetëm si mjet na ka on, hera parë që na ka on, kryqi kuq morëm 20 pako. Ke kryqi kuq shqiptar. E kuptoj. Bom kërkesë për 100 veta, 20 veta na kanë për 200 ballt. S'kemi më tepër. Nga qile ushime. Jo kuptoj Zoti Plaka. Ne jemi bo këtu duke lypur të gjithë fondacionëve, në animoni duke shtridorën. Kush ka mundësi me në animu mje, kush ka së animon, s'do me animu, ose ka s'do me animu, ose nuk kanë. S'mundi kush të jetit me detyrim. Jo, absolutisht. Me impunim nuk ka. Absolutisht. Kush e shef të shishmet, po, ju qenini dhe shoqat pa shtëpi, si thonë, pa zyrë. Mi fal, ju pas të nxjerrë në rrugë dhe si shoqat, ju edhe përkraja e shërbimi social, po thuajse që nga shumë minimale,
Po, I kemi kërku shqipimit social, i kemi kërku ministrit shëndetësisë, i kemi kërku bashkisë, ministrit drejtësisë, për zyra e nuk qa kogiri. Kjo me ligj, me status. ku bashkoheni, zoti Plaka? Llogaritë me punë. Si bashkoheni? Llogaritë me Ne bashkohemi 4-5 invalid, si shoqat, përfaqësues, shkojmë, kërkojmë takim me shtetin, kërkojmë takim me ministrinë, në del një përfaqësues ato i roja hot, nuk pret njëri. A më kupto ç'a ndodh? Jo, po përpiqem t'ju kuptoj, po kjo s'duhet të ndodh as në Bangladesh. Dëzhuni hot për 1.000 leta, në hot nuk del me të vret poshtë hot. Ti rri gjithë ditën të pëdeshe, po s'pa të punë. Si shit, si diell, si bor, rrim ftofti, po s'pa të punë. Prit se s'del njëri me të prit, me takuar. Jo përfaqësues shoqat, vetë më shku nuk del njëri. Ne trajtohemi tamam si kafshtu, jo si njerëz. Nuk e di se si. Jo kuptoj, është vërtet e trishtueshme, është vërtet e pa kuptueshme. Ose do shkosh në një restorant, një invalid. Me hon me pi për qefe, ke parasysh? Absolutisht po, se jemi njerëz, absolutisht. Ose mi hotel, janë dyert më të vogla se sa karroca, nuk e sa karrocën. I kanë pas bën më të vogla. Kësa e thonë, me falë zoti Plaka, që po ndërhy, por është vërtet indenjuese, sepse kësa e thonë të talësh edhe me socializimin e familjeve, pra të vësh para një presioni psikologjik vllajën, motrën, fëmijën, sepse mirë se shteti nuk të afron, por e vend para një presioni dhe familjen, që familja duhet të lejë ndoshta gjitha punët e veta, gjitha angazhimet e veta, dhe të shërbej pjesëtarit të familjes, dhe kjo është vërtet patjetër. Ai do rri pa punë, nuk do shkon punë. Do rri mas familjes, ai do shërbej në pa lek neve, sa e ka për detyrë po. Po se ka më mirë, ajo ka për detyrë, shiko, ore fundit as për detyrë se ka, familja bën sepse do të bëj, por shteti ka për detyrë të të ofroj atë mundësinë e minimumit jetik të paktën, që thosh ato bazën. Minimumin e jetik ne nuk po marrim kompensimin e shportës, po tregoj drejt. Kompensimin e shportës që po kërkojmë kompensimin e shportës, çmimit. E ne me ligje nuk pa fiton, i 10.000 lek vjetra, i 10 salnabjeri, i 15.000 lek. E nuk po të jep i ri. 10.000 lek vjetra kërkoni dhe që a japin? Jo, kompensim në shportës. Kompensim në shportës, pra e kuptoj. Këtë 5 vite. Me ligje është, sa e ndryshon çmimi i shportës, shteti me përsi për kompensimin. Me ta vlerësu shtesën. Nuk i marrim. Nuk e kemi marrë, dhe sot se kemi marrë. E në pas aty që kemi shkuar, kemi kërkuar ke Ministria Financës, mirë, hone gjo hiq. Po problemi i strehimit, zoti Plaka, për shembull, ka para tetraplegjik që janë, si thosh, pa kushte banimi, që s'kan banesa, apo që jetojnë me qëra, pra... Po të bëj një pyetje. Po të bëj një pyetje. Neve kemi në fshatra, atë nuk ka as rrugë jo. Para ka tetraplegjik, ta jap unë një rast, një fshat Kus të Tiranës, atje nuk ka as rrugë, maqine, as një gjaje, dhe ai është mëshirë të Zotit, ka vetëm nonën, 90 vjeçe, ka boj aksident tani, dhe ajo mëshirë të Zotit, ka për strehim Tiranë, jo honë rrise e mirë atje. As mjekë nuk shkën me për vizit, atje se nuk ka rrugë, as ambulancë, as një gjaje. Si të mund të trajtojmë atë njërina? Fshatrat Fella ke shumë invalid, që janë të palizuar, nuk shkon dot as mjetet, atje mund të jenë gjithse 2 familje, 3 familje, a i rrit tek vetëm atje. Si duhet me trajtuat e ne? A duhet me afru afër një qendër sociale? Absolutisht. Si rregull. Absolutisht që po. Ne kemi bo kërkesën për këto njerëz që me i trajtu shteti. Me afru, me i gani, nuk e mësi me i gani 2 goma, jepi 1.
Nuk ka ligj stërhimi që shteti të shoh këta njerëz me prioritet pra t'u jap një banesë apo të paguaj një bonus qeraje apo Jo, deri tani ato marrin pallatet i bëjnë nga shesin. I shesin me po tu ka pallate, po paktën çfarë lexojmë ne ka hyrje pa fund bosh. Çe gjen shtetin tani të strehojnë të tillë kategori. Nuk kam shteti. Të ka përgjigje nuk kam. Kuptoj. Kur të kem do japim. Nuk kam çfarë për sot nuk kam. As qendër sociale, as shtëpia kur të kem do t'japim. Pra imagjinoni, ju thatë një rast, po sa mund të ketë rastet e tjera, që jeton vetëm me nanën në fshatat e Tiranës. 90 vjeçe. E la nona vet 90 vjeçe, ishte bën nona vet. Në sa do jetoj nona vet? Oh my god. Ky person ku do shkojë nuk ka as grua, as fëmijë, as vlla, as gjë. Kush do ta marrë? Oh my god. Është çuditshme, është çuditshme. Dëgjoni miqtë mi, pra këto janë ato Shqipëria që nuk flet njeri. Kjo është pjesa e komunitetit që asnjëherë nuk dorëzohet, asnjëherë nuk kërkon mëshirë, por vetëm kërkon dinjitet. Dhe ne merremi me luksin e qeveritarëve, deputetëve, politikanëve, merremi me luksin kush e ka makinën më të bukur, kush e ka divanin më të bukur. Miqtë e mi, ju lutem miqtë e mi, sepse imunitet nga fatkeqësit nuk ka askush. Fatkeqësi mos pas askush, por imunitet nuk ka askush. Kështu që duhet të mendojmë pak më tepër, sepse njeriu i tillë, siç është Ali Plaka, apo siç është ky komunitet i nderuar, nuk kërkon asnjëherë mëshirë. Kemi 1 orë që flasim dhe Ali Plaka thotë, dua vetëm dinjitet. Më jepni mundësinë të jem deri ku i angazhuar dhe të shijoj jetën. Pra çfarë kërkon Ali Plaka? Një karrocë, një paterici. Pra jo, kuptoni, jo Aliu, thjesht Aliu për vete, por për gjithë komunitetin, sepse Ali Plaka është zëvendës president i shoqatës para tetraplegjikëve për gjithë Shqipërinë. Dhe e dëgjuat vetë çfarë thotë. Një karrocë, një pateric. Pra nuk po kërkon as pallate, nuk po kërkon as luks, nuk po kërkon as bukë, as ujë. Po kërkon një karrocë për televizor, miq, për televizor, një pateric për të mbajtur. Pra mendoni miq se sa e vogël dhe sa e lirë është jeta, po mendoni dhe se sa e shtrenjtë është jeta. Shiko, zoti Plaka, të kërkoj ndjesë edhe për këtë monolog timin, por sinqerisht është tepër vështirë të menaxhosh edhe emocionet kur dëgjon të tilla raste, të tilla probleme, po është vështirë të ne nuk kërkojmë lëmosh. Është vështirë. Ne nuk kemi po për lëmosh. E ka për detyrim shteti, unë nuk kërkoj lëmosh, as bashkëpunëtorët e mi nuk kërkojnë lëmosh. Na jep ata që na ata ka me ligj. Që e ligji. Ju kuptoj dhe... E kemi ratu vetë ligjin, po, zbatoje. Zbatoje ligjin. Ne kërkojmë zbatimet e ligjit. E në ligj me pasaj nuk është zbaton, thot nuk ka dalë aktin në ligjor për zbatim. Ndërkohë që për të shitur, për të coptuar Shqipëria, për të dhënë licenca pa fund, dalin në VKM akte në ligjore, botohen ligje, ndryshohen ligje brenda ditës, kurse për shtresën tuaj është totalisht diçka tjetër. Por dëgjoj mu deputetët që janë në parlament. Si të majtë si të djathtë nuk e nenzojnë për ne asnjë person. Asnjë person. Rrokat e veta i bon nga 3 milionë e gjys, e ne të nenzojnë si të majtë si të djathtë. Karburantin e marrin falas, shtëpiat i marrin me qiraja jep shteti, kurse për invalid parat e të Belgjik s'mendon njeri. E kemi diskutuar, kemi dalë edhe deputetët përpara, si nuk kanë si të majtë si të djathtë. Ju kuptoj, pra ju nuk jeni të politizuar, pra ju jeni
si thush, opozit për çdo qeveri për të kërkuar të drejtat tuaja. Kushdo që të jetë, i daci majt, daci djatë, na duam drejtat tona, nuk na intereson se kush është. Për ne të jetë kush të det. Zoti Plaka, ka të arsimuar me fakultete apo me profesion në komunitetin tuaj? Në shi me thënë drejtën, i pjesë janë, shumë pak. Me fjalë ka, që me kanë fjalë marruar shkollën. Në shi me qenë realistu, i pjesë që kanë shkuar, kanë marruar shkollën e lartë, e ne janë të ri, mosha re, kanë pas iniciativë, e kanë vazhduar shkollën. Bravo. Kush ka dash? Bravo. Po pra, për të krijuar një panoramë më të qëndësishme. Këtu me qenë real, kush ka marruar shkollën e lartë, i ka qenë i përgatitur, punojnë në bankë, invalid, privat, punë private, punojnë financë, punojnë ministri, kush ka marruar shkollën, ti tek tuk, nuk po të thonë përgjithësi, se nuk ka kushte për të shku gjithë në shkollë. Po ajti ka qenë moj shkavët, e ka marrë shkollën, ka zani me punë. Që ka patë disa mundësi. Po transporti publik, zoti Plaka, ju tha që, okej, është e pjesa e autobusit, pjesa e rampës autobusit, por për të lëvizur ndër qytete apo brenda qytetit, ka kështu kompensime apo qoftë për të mbajtur në për këto kinema, stadiume, ku diun me fjalë në këto angazhimet. Ne nuk kemi ne pa apligjikët, nuk kemi një fugon 8 venç që me shetit janë fugona si që ka bota, minimalja. Për para ka 8 apligjikët, janë 8 vençe me karroca, nëse kemi atë. Asnjë, kom shku në Turqi, atje ishin 15 fugona dilshin na meshin na shetitçin. Në gërite, fugona po sa fat invalidësh, ishim vete 4.000 rresh, 8 persona me karrige me rrota. Këtu në Shqipëri mungon. Këtu nuk kemi asnjë nga ato. Në autobus, për shembull, në të typin dhe si gjithë tjerë, po autobusin ne kemi falas. Ku do futesh me karrocë? Ju kuptoj. Në autobus si ligj ne kemi falas. Jo kuptoj, por ku do futesh sepse është me gjithë publikun, janë gjithë aty dhe kudo parkohet, po themi karroca, kudo. Të kom real, me qenë real, e kemi palas, po nuk të pranon me motor me karrocë. E ka bezi. E kanë bezi, ose nuk po ajo rampa ati zbret nga autobusi, o me defekt, shoferi, se për ta me ullë, ose është autobusi pa te, i bi shkurt. Nuk e ka ramë për para, thot. Zoti Plaka, po më thënë të drejten, e kisha menduar pak më ndryshe skaletën e misionit, po ti më nxorre totalisht nga çdo skalet, sepse të dëgjosh gjithë të rrëfim tëndin, dhe një rrëfim shumë emocional, por edhe shumë trishtues në vetvete. Nuk e di, ke diçka për t'i shprehur audiencës, radio ndiqet në çdo cep të botës, që ne nuk e cekem, apo që unë e lash pa dashur, ose s'mu kujtua ta cek. Që porositë ti, kërkoj kush ka mundësi me boner, me na boner jo si shoqat, të na animojnë me karroca, me paterica, me sa kanë mundësi, jo lek. Nuk po kërkoj lek. Nuk po kërkoj as ushqime, as televizor, as levatrisë, as pajisje shtëpiake. Këto që kemi domosdoshëm, që ne po vujmë për ditë, e kemi në vend që na duan mjet lëvizës, se a diti se çan do? Merr një motor ti me bateri, nga ato televizën invalidët, elektrik. Ju kuptoj. Ghaj, vetëm baterit mi ble, kushtojnë tu 500 euro. Me ra baterit, me ble baterit reja, bën 500 euro në baterit, ku 1 milion bë këtë motor i ri. A më kupto që ando? Ju kuptoj, po si rregull, patën shtetin e ta marrë përci për riparimin, baterit e këto, nuk po home na prunë. As këto si o merë, me fjanë. Jo, me të la motorin rrugë, dhe veç besh 500 euro baterit.
për 40 ballit. 500 euro nuk i merr invalidi as për 2 muaj, 3 muaj. Do punoj 3 muaj për i pal bateri motori. Po çfarë do punosh? Po çfarë do punoj invalidi 3 muaj? Do rri 3 muaj pa ngrënë thuaj se çfarë do punoj ai? Po çfarë prati? Invalidi do punoj familja për ata. Familja ti do punoj. Sa që rroga do loni rrogën 3 muaj, një pjesë familjes për invalidin. Do punoj për invalidin. Po parasysh. Një pjesë familjes do punoj i muaj 2 muaj falas për se do ble baterit nonës, babës, vllajt, familjarit. Ose invalidi do rri pa 2 muaj zënës us mori atë ndihmën e pafësisë, e shërbimet, 3 muaj, e do ble baterit, se nuk do rri mbyllur. Unë i bëj thirrje, kush ka mundësi, me në animuar, me këtë numër telefoni, kontaktoni, edhe ne jemi gati të bashkëpunojmë, dhe t'ja udim për nerë, me në siguru karrike me rota, me bateri, patarica, nuk ka mundësi, nuk i dum treja, nga njën nga to që i mblerin, që i dërzoni jo shtetit, që i dërzoni i grumullojnë, dhe ne la boni nerë. Shpresoj që Zoti Plaka ta kenë ndjekur dhe njerëzit të reagojnë dhe të jenë sa më, jo se shqiptarët e kanë human, por shpresoj që njerëzit të bashkohen dhe t'ju gjindën pranë. Kështu që do të thoshe që, sikur ta thash në fillim të emisionit, Window Radio, ti numrin tim personal e ke, dhe sa herë që të kesh diçka për të folur, diçka për të thënë, për të denoncuar, apo për të fol me diasporën, apo për të fol për shtetin, për qeverinë, për çfarë të doni, Window Radio do e keni gjithmonë të hapur dhe do keni jemi gjithmonë pranë jush. Është kënaqësi e madhe për mua që unë jofta me juve. Ju falenderoj. Faleminderit Zoti Plaka. Të jam mirënjohës dhe uroj vetëm më të mirën. Natën dhe inshallah kur keni një emision na merrni vetë. Patjetër. Na kujtoni, mos na harroni. Pa diskutim. Na kujtoni, mos na harroni. Ju falenderoj. Natën e mirë. Falenderoj nga ju, natën. Atë, të nderuar miq, siç e patë dhe siç e dëgjuat në vetë, ky ishte emisioni Horizont për sonde, por një emision që më thënë të drejtën e kam patër shumë vështirë të menaxhoj edhe emocionet, një emision që më doli përtej asaj çfarë kisha menduar për të diskutuar me Zotin Plaka, pra me Zotin Ali Plaka sonde, sepse Zoti Ali Plaka, pasi kur e thash, është zëvendës presidenti i shoqatës para tetraplegjikëve për të gjithë Shqipërinë, si dhe kryetari i kësaj shoqate për Tiranën, por siç e dëgjuat, Zoti Ali Plaka tha shumë gjëra që në të vërtet po ti mendosh është si të pa mendueshme, por ja që në Shqipëri ndodhin këto gjëra. Dhe do doja që të gjithë ju miq, të gjithë ju që keni dëgjuar këtë emision, apo të gjithë ju që do ta dëgjoni në ritransmetim, do doja që të komunikoni, të bashkoheni dhe sadopak të mund të ndihmoni këta njerëz, qoftë në mënyrë individuale, pra me personat aftësitë kufizuar në mënyrë individuale, apo qoftë edhe përmes kësaj shoqate, pra duhet këta njerëz sa të mundeni t'ju gjindemi pranë dhe t'ju japim atë suportin e duhur, sepse asnjëherë këta nuk kërkojnë mëshirë, kërkojnë dinitet dhe kërkojnë një mundësi për të jetuar në mënyrë dinjitoze. Siç e pat, pra shteti shqiptar i ka lënë totalisht jetim, si mos të ishte ky komunitet, por siç e tha dhe Zoti Ali Plaka, kur është puna për vota, shkojnë deputetet, i takojnë, i premtojnë, i gënjejnë dhe i lënë aty, kurse për një komision për të vajtur, për të vizituar apo për t'i dhënë të drejtën në një kempi, pra të një lëmoshe sociale, për të vajtur në përfshatra, nuk shkon ky komision, por duhet ta marrësh invalidin, si tha dhe Zoti Ali Plaka, pra ta marrësh me barrel, pra që nuk është Zoti as të lëviz, ta marrësh që nga fshatrat e Korçës
Marsis Malla, apo të Tropojës, Sarandës, Shënçika, ta marrësh dhe të sjellësh në Tiranë. Pse? Sepse nuk dënjon shteti të dërgojë një komision mjekësh për t'i parë këta njerëz nëpër shtëpia. Apo siç e thot zoti Ali Plaka për autobusat, që shoferat, pra dhe lutesha të gjithë atyre që na ndjekin, të mendojnë se gjithë janë njerëz me shpirt, gjithë janë njerëz me zemër, dhe askush nuk është imun nga fatkeqësia. Ali Plaka tha që edhe shoferët përtojnë të zbresin rampën për të hyrë këta njerëz me karrocë në autobus. Pra, deri këtu shkon diskriminimi. Pra, deri aty sa ti thuash tjetrit ti s'ke të drejtë të jetosh. Miqtë e mi, të drejtën e jetës na jep dhe na merr vetëm Zoti. Ne nuk kemi asnjë të drejtë të gjykojmë dhe të paragjykojmë askënd. Nëse mundemi të ndihmojmë dikënd, ta ndihmojmë. Nëse nuk mundemi, të paktën i bëjmë një nder të madh, ta lëmë në punë të veta. Por jo ta diskriminojmë, jo të tallim dhe jo të shikojmë me përbuzje, sepse unë e them disa herë dhe e them përsëri, imunitet nga fatkeqësia nuk ka askush. Dhe fatkeqësi mos e rënë të skuj. Miqtë mi, ju falenderoj për vëmendjen tuaj, përzemërsisht ju përqafoj dhe u jam mirënjohës pafund për suportin, për mbështetjen, për kohën që shpenzoni për të na ndjekur, për kohën që shpenzoni për të na shkruar dhe për të na suportuar që ne të përmirësohemi për ditë. Ju uroj të gjithëve një natë të mirë, një fundjavë të këndshme dhe emisionet në Windows Radio do jenë pra edhe gjatë ditëve të tjera të javës, pra nesër e me radhë, por me mua Leonardin do ritakohemi të njëjtën në emisionin Horizont. Ju vazhdoni qëndroni në Windows Radio, në emisionet tona, në muzikën që përzjell DJ Bledi dhe të gjithë ata që kanë dëshirë për të qenë prezent në Windows Radio, për të promovuar, për të komunikuar, për të thënë një histori apo për çfarë ata e kanë dëshirë të flasin me publikun, mund të na shkruani përmes rrjeteve sociale, përmes numrit zyrtar të radios apo dhe përmes numrit tim privat. Natën e mirë dhe kalofshi mirë. Horizont nga Leonard Koja në Windows Radio.de.